Ne jemi këtu në komunë e Mitrovicës Jugore, ku edhe është duke u mbajtur kuvendi komunal. Këtu istë nga të gjitha partitë, kesa por edhe tema të ndryshme, por njëra nga temat më të rëndësishme që u diskutua nga asambleistët, që miratimi i hartës zonale të komunës së Mitrovicës Jugore, e që është e viti 2024-2032. Sipas drejtorisë së Vicu tha se përmes kësaj harte zonale do të bëhet planifikimi më i qëndrueshëm, sigurimi i shërbimeve publike, si dhe mbrojtja dhe menaxhimi nga fatkeqësitë natyrore. Por këtë pikë të rendit të ditës ende pa dalë në votim, pasi që prej se kemi ardhur ne këtu, ka filluar seanca, por ende nuk ka dalë në votim ky miratim. I pari që e kundërshtoi këtë është Faruk Mujka, shefi i grupit asambleizëve të lëvizjes vendosje në komunën e Mitrovicës Jugore. Pas tij, edhe asambleistët e tjerë të vetvendosjes nuk qenë të pajtimit për këtë hartë zonale, duke thënë se nuk i plotëson të gjitha kriteret. Si dhe, sipas tyre, kjo hartë ka ardhur me vonesë 5 vite pas propozimit. Pasi ky propozim është bërë në vitin 2020, andaj deri më në vitin 2025, Ky propozim do me thënë ka vonesa 5 vite. Përveç asambleistëve të grupit të vetvendosjes, të partisë të vetvendosjes, ata që e kundërshtuan këtë hartë, qenë edhe asambleistët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke thënë që kjo hartë nuk i plotëson disa kritere, përgjigjen e njëjtë se kjo hartë ka ardhur me vonesë. Ne jemi këtu duke qëndruar dhe sigurisht po dihet se kuvendi komunal dhe ne do presim se a do të miratohet apo do të kundërshtohet miratimi i hartës zonale 2024-2032 këtu në Mitrovicën Jugore. Dhe sigurisht për përfundimin e